Dhe kemi kaluar në një moment tjetër. Zonë e zotri do të vinë sonte absolutisht 2 vëllezër artist. Dhe pa humbur kohë në ndorë tërkitje tuaja, ftoj për ju, për ne, për të gjithë, Fadil dhe Bujargashi. Si Bujar, a je mirë? Qa po këshkur belor, qka u bo? Vesh, po më pëlqane, të është ju shonë. Ani. A po më dërhyj ka atje, unë e pak ga bova, floj. Të vëj me qesh atje, Tek shole. Mirë se erdhët. Morën thubre na e. Fadil, po ta qes pak uj. Mirë se... Na ta këshyrëm so për i qetë? Mjaf. Tash do me kaldu se ja qetë ma shumë. Unë me marrë me men, le që ja pinë ma shumë se gjysën. Po dhe këtë gjysën tjetër, thëmë nashta nuk je eshtë, e pinë vetën. Jo, por qysh në ka do, qysh në ka do, baba. Unë e maj madhët ka pëzvi ma shumë, veç hasë frishun. Po mirë. Mirë se na thire, edhe mirë se na gjete. Edhe une mirë se ju thira, edhe mirë se më gjetë. Qashtu dhe, i bjerë? I që ndrojnë a venat. Se na thire, mirë se ju gjetëm. Rëshke i toqin, të na... Neve, këngëtarë, po nese, këngëtarë pak majri është. Këngëtarë pak majri? Pak majri, se... Kjo, rëshke i toqin, unë që ka është di edhe në i farë, edhe në Somuleqe, që Po, që farë. Kjo po, gjuha e Prishtinalive ka qenë. Po, kjo gjuhë e Prishtinës është për me ikë pej profesora, mësë me ditë që po kopjojmë për mledhje prindve dhe i ka jurësitoqë ku ka nërvëzësat në mytë, në nisha. Mirë, në realitet, ajo që ju identifikon juve në botën të themi të satires, të humorit, të alegoristë, është që kjo gjuha që a keni marrë për bazë atë kur e keni mendu, apo ka qeni diçka... Qka ke që kjo në ema, e kuptun? A e keni marrë për bazë, a po dorën? Po. Jo, najmë, kjo, thash kjo, unë në këna folë për i vëzlish këtë gjuhë, më thonë për 10 vjeqe, 11 vjeqe, tani filloj mu bo. Si filloj ajo? A do ishi pej prindve një sen me bone i shërë një Po diçka? që shtu pej prindve, ju se boba ta boj ku ka nervoz. Po dhe? Boba ta boja. Po, ta boj? Po dhe jush shumë Ju se ta boj nervoz? Edhe mos e vetë se nuk të shënë. Jush, e kanalon ju. Jush, shumë leq. Ti nëza, për mujtë me kry një punë, ose në shkollë, ose në lazë, ose dikun. Edhe kjo gjuhë tani, nuk e di si kisha besu që kishë mujtë më bu pjesë e artit. A dhe në përdo më tash... Po, interesantë, identifiku me këqëta, a dhe në dhe... Jo, se ju jeni një familje artistësh. Vërtet një familje artistësh. Aty ka aktor, këngëtar, instrumentalist, orkestrus, aranjer, kompozitor, në një shtëpi dhe trashëgimi i prej kujt? Nëjë gjyshi ka qenë. A gjyshi? Në më thonë ka, se duhet më kap grejtë. Gjyshi, baba, disa gjallar, djelë të agjës, na... Këtë mala. Po, disa... Këtë mala. Kjo nëjmë kërish punat e trashëgimit ishë faktor genetik, s'po më ishe me ikë, se s'lësham. Jo, absolutisht. Prandaj thash, kapet grepi dikun. Po, dhe kejt mahalla. Shkaku i tyne që aty mahalla rrethit qashtu janë. Po, ta? Absolutisht. Kur ma bole me gesht, u më tuqe. Ta boj atina, rëmë, shuj se letë kalon i tashi. Po, letë tani na lufë më sa ne. Mirë, të gjithë në realitet zgjodhet pastaj profesionet të tjera, duke mos e lënë absolutisht qatë dhunti që ja u ka dhënë Zotit të artit, të kulturës, të kënduarit, këto a qëtë shkollë pastaj. Po na i neve, nuk kena shku asë një në shkollë, nuk di pëse, shkam përgjegje pëse. Shkollë muzikë të kjo. Muzikës, se njerëzit me nërë që asë një shkollë si një kohë. Ja, shkollë atë natës si të jina kry. Atë natës. Edhe të më hajtë bujali, le shkam bile le të botë, mos ishtë maj vogli, nuk i leshëm shumë obligime familjare, financiare. Pa të sugari, hajde. Edhe sugari dhe shkoj edhe. Po, këtë dalon për neve për këtë muzikë, se në gjë muzikën ma
Po, profesionalisht, sigurisht. Po edhe na sjell shojnë udhën pa. A? Edhe na sjell shojnë rrugën. Mirë. Që s'mundet pa ne. Ja veç kë kur kocitet fort, mundet me ju... Veç Mje gullave me farë notash, farë... Ajri të folë për bujarin. Për bujarin, Unë po. veç pingoj. Një farë bujor. Jo, po, çe. Po, unë veç pingoj thëm po. Po thuj, kur thom diçka ti thuj edhe ju, nëse ki drejt, po s'ki drejt. Bujar. Ja, rrim. Ti ke marru solo këndimin në realitet. Po, të profesori Ahmed Dërguti kom qenë. Po, kom marru shkollën mesme, qështë vlau. Edhe aty në sërë këndim kom qenë. Kom pauzu tani 4-5 vjetë, masanej registrova akademin. E kom përfundu para do kohë, kom diplomujem djallë i familjes të vakcinuar dhe të... Se ka përku edhe familje vaksinuarit, ja? Po, familje vakcinuar dhe diplomuar. Që ko dy desha në të njëshë, që është Po fakultet. ti nevojitet se përshka një për fakultetin edhe një për vetin. Edhe se lojnë me hi. Por diplom një. Se lojnë me hi. Mirë, në realitet, ju e keni fillu, sepse thjesht sikur në shtëpin tuaj ka ndodhi lloj teatri. Po, e vërtet. Baba ka marrë pjesë në këtë? Jo, s'ka morë pjesë, po, do i ka këndu, do po, merë ke pjesë, që kjo është e mirë. A, thoj kja, Po, vlera, po, di shko lidhje musha. Shumë e bukur kjo. Po, kjo është vlerë, ka vlerë, adin, që kjo është super është. Shënoj e diko, adin, Ky halo a kesh në telefon fotografinë e nonës, nonën. E nona ka marrë pjesë. Nona merë pjesë kështu. Nona i ko furët e veta. Edhe do me thonë na blokon neve ko gjasi shpesh. Po, a? Po. Që janë? Po, ndër prej veç pak, edhe nona ka knu, i ka rrit 4 fëmijë, 3 fëmijë, Llogarete sa konga u me po. vishme një potpurie ka posa ja. A, po? Po, me qëtë, po, Nina, E ka posë do shtot të përzime edhe me bakshishe të mon, edhe nona. Shuna me thonë najnë që s'ka këndu. Jo. Po tash lojet e kongve janë ndryshme. Jënë konë qifti mirë, kështu dhe me thonë të hareshëm edhe kanë knu kongë të vjetra. Ata kur i kanë knu kongë të vjetra, unë i këmë supi tyne. Do me thonë, I vogël. Absolutisht, ha? Po, shumë. Po, edhe unë i këmë su për tyne. Do me thonë, ajo muzikë, stonimin të edhin që është, unë se këmë një asë njëherë të stonu në temë. A më kënon për qef, kështu edhe koshien ko gjatëra. Për qef edhe pas stonim, interesant Veç pse. vërtet shumë e bukur. Tha, nuk e këni të stonu, do me thonë, Jo. thjesht s'ka stonu. Jo, të vjetë i kohë, do me thonë edhe, kur s'është diçka mirë, do t'ja, diçka s'ja, ti Po, s'ja pranon veqe. kom djollë, po s'diçka nuk S'ta pranon. Jo, që pranë shumë interesant. Mirë, kur ju shehen në televizion, vërtet që është reagimi saj, se është një mosh tashi. Po na e përshëndesëm gjithë nonën edhe përshëndesëm prapë. Absolutisht. Edhe i dëshirojnë shëndet. Po është prind, raporti prind edhe fëmijë është një ndjenjë e dini edhe vetë që është ndjenja dhe duket që Knaqet. knaqe se Shpirti i kam bashkë. rini edhe një Absolutisht. disa fëmijë që me marë pjesë me dia, që përdi me vlera. Po mirë, tash në këtë rast, Fita, me që e ka qitë klarinetin e saksafonin tuaj, si pagoju me të se fol ju, bret ju, kënë ju... Për celaj. A për cjela, ja? Edhe për qelë. Pauza. Pauza. E Fita, po. A vërtet, tash, ku motivohni ma shumë për që artin tuaj që e bëni se... është i veçantë, absolutisht. Po, ne, kështu, klipet e Wawa Shos e përmbajnë një, kam për qëllim me që njeriu në një bot, ose me po me një sy tjetër. Që çdo artist, muzikanti ka të vetën, me një bot që, ose që ka po kur. Është ai bota jonë tash, se që ka botën e vete. Edhe kryesisht ne shkruajmë për jetën reale. Jeta reale është 80% është komike. Komike njeriu. Absolutisht. Mundoheni aty me nxjerr. Është komike. A ma Tash shumë bën pjesë? në qitë komiken, ka shumë gjona që është deti shumë i madh. Deti i madh. Deti i madh është edhe kështu që Do më thonë, s'keni vështërsi për gjetje. jo se Ka. jo ka po është që është pak dhunti. Pak mos me pas e thret Balxhanakun. Jo, për shembull shkojmë shkojmë diku me ne të çyrë ky orë diçka me këshy. Jo.